Unë ngre pesha çdo ditë. Unë ngre pesha çdo ditë. Ai ushtron për të ndërtuar muskuj. Ai ushtron për të ndërtuar muskuj. Proteina është shumë e rëndësishme për rritjen. Proteina është shumë e rëndësishme për rritjen. Para stërvitjes, unë bëj ngrohje. Para stërvitjes, unë bëj ngrohje. Pas stërvitjes, duhet të bësh ftohje. Pas stërvitjes, duhet të bësh ftohje. Unë shtyj shumë nga gjoksi. Unë shtyj shumë nga gjoksi. Squati është një ushtrim shumë efektiv. Squati është një ushtrim shumë efektiv. Duhet të ngresh ngadalë dhe me kontroll. Duhet të ngresh ngadalë dhe me kontroll. Muskujt kanë nevojë për pushim. Muskujt kanë nevojë për pushim. Unë përdor një brez për mbështetje kur ngre shumë. Unë përdor një brez për mbështetje kur ngre shumë. Stërvitja ime zgjat një orë. Stërvitja ime zgjat një orë. Ai ka muskuj shumë të mëdhenj. Ai ka muskuj shumë të mëdhenj. Unë pi një pije proteine pas stërvitjes. Unë pi një pije proteine pas stërvitjes. Forca ime është rritur shumë këtë muaj. Forca ime është rritur shumë këtë muaj. Duhet të ushtrosh të gjitha grupet e muskujve. Duhet të ushtrosh të gjitha grupet e muskujve. Pesha e lirë është më e vështirë se makina. Pesha e lirë është më e vështirë se makina. Unë kam dhimbje muskujsh sot. Unë kam dhimbje muskujsh sot. Ai bën ushtrime për krahët 3 herë në javë. Ai bën ushtrime për krahët 3 herë në javë. Një trajner mund të ndihmojë me teknikën. Një trajner mund të ndihmojë me teknikën. Unë ngre peshën maksimale sot. Unë ngre peshën maksimale sot. Unë ngre pesha çdo ditë. Unë ngre pesha çdo ditë. A ndërton ai muskuj me stërvitje? A ndërton ai muskuj me stërvitje? A është proteina e rëndësishme për rritjen? A është proteina e rëndësishme për rritjen? A bën ti ngrohje para stërvitjes? A bën ti ngrohje para stërvitjes? A duhet të bëj ftohje? A duhet të bëj ftohje? A shtyn ai shumë nga gjoksi? A shtyn ai shumë nga gjoksi? A është squati një ushtrim i vështirë? A është squati një ushtrim i vështirë? A duhet të ngrihet ngadalë? A duhet të ngrihet ngadalë? A kanë muskujt nevojë për pushim? A kanë muskujt nevojë për pushim? A përdor ai brez kur ngre? A përdor ai brez kur ngre? A zgjat stërvitja jote shumë? A zgjat stërvitja jote shumë? A ka ai muskuj të mëdhenj? A ka ai muskuj të mëdhenj? A piti pije proteine? A piti pije proteine? A është rritur forca jote? A është rritur forca jote? A ushtron ti të gjitha grupet e muskujve? A ushtron ti të gjitha grupet e muskujve?
A janë peshat e lira të mira? A janë peshat e lira të mira? A ke ti dhimbje muskush? A ke ti dhimbje muskush? A bën ai ushtrime për krahët? A bën ai ushtrime për krahët? A mund të ndihmoj një trajner? A mund të ndihmoj një trajner? Unë nuk ngre pesha çdo ditë. Unë nuk ngre pesha çdo ditë. Ai nuk ndërton muskuj shpejt. Ai nuk ndërton muskuj shpejt. Proteina nuk është e vetmja gjë për rritjen. Proteina nuk është e vetmja gjë për rritjen. Unë nuk bëj gjithmonë ngrohje. Unë nuk bëj gjithmonë ngrohje. Ti nuk duhet të harrosh ftojen. Ti nuk duhet të harrosh ftojen. Ai nuk shtyn shumë nga gjoksi. Ai nuk shtyn shumë nga gjoksi. Squati nuk është i lehtë për mua. Squati nuk është i lehtë për mua. Mos ngri peshën shumë shpejt. Mos ngri peshën shumë shpejt. Muskujt nuk kanë mjaft pushim. Muskujt nuk kanë mjaft pushim. Ai nuk përdor brez. Ai nuk përdor brez. Stërvitja nuk zgjat shumë. Stërvitja nuk zgjat shumë. Ai nuk ka muskuj shumë të mëdhenj. Ai nuk ka muskuj shumë të mëdhenj. Unë nuk pi pije proteine. Unë nuk pi pije proteine. Forca ime nuk është rritur. Forca ime nuk është rritur. Unë nuk ushtroj të gjitha grupet e muskujve. Unë nuk ushtroj të gjitha grupet e muskujve. Peshat e lira nuk janë të rrezikshme. Peshat e lira nuk janë të rrezikshme. Unë nuk kam dhimbje muskujsh sot. Unë nuk kam dhimbje muskujsh sot. Ai nuk bën ushtrime për krahët. Ai nuk bën ushtrime për krahët. Një trajner nuk mund të ndihmoj gjithçka. Një trajner nuk mund të ndihmoj gjithçka. Unë stërvitem në pallatin e sporteve. Unë stërvitem në pallatin e sporteve. Këtu ka shumë pesha. Këtu ka shumë pesha. Atje është zona për ngritje. Atje është zona për ngritje. Vendi për squat është pranë shtyllës. Vendi për squat është pranë shtyllës. Unë vë peshat në raf. Unë vë peshat në raf. Ai është në stol për shtypje. Ai është në stol për shtypje. Ku është zona e kardios? Ku është zona e kardios? Ne takohemi pranë makinerive. Ne takohemi pranë makinerive. Në cep ka një lavaman. Në cep ka një lavaman. Unë ngre 5 kilogram. Unë ngre 5 kilogram. Ai bën 10 përsëritje. Ai bën 10 përsëritje. Unë kam 3 grupe për të bërë. Unë kam 3 grupe për të bërë. Një shishe uji është e mjaftueshme. Një shishe uji është e mjaftueshme. 2 trajner janë në pallat. 2 trajner janë në pallat.
Unë kam 4 pesha të ndryshme. Unë kam 4 pesha të ndryshme. Sa kilogram ngre ti? Sa kilogram ngre ti? Sa përsëritje bëni? Sa përsëritje bëni? Sa grupe keni mbetur? Sa grupe keni mbetur? Ku i vëni peshat? Ku i vëni peshat? Ku është stoli për shtypje? Ku është stoli për shtypje? Peshat e mia janë të rënda. Peshat e mia janë të rënda. Stërvitja e tij zgjat shumë. Stërvitja e tij zgjat shumë. Muskujt e saj janë të fortë. Muskujt e saj janë të fortë. Trajneri im më ndihmon. Trajneri im më ndihmon. Brezi i tij është i ri. Brezi i tij është i ri. Pjeja ime proteine është e ftohtë. Pjeja ime proteine është e ftohtë. Planet e tyre të stërvitjes janë të mira. Planet e tyre të stërvitjes janë të mira. Dhimbjet e mia muskujsh janë të vogla. Dhimbjet e mia muskujsh janë të vogla. Forca e tij është e madhe. Forca e tij është e madhe. Ushtrimet e mia për krahët janë të thjeshta. Ushtrimet e mia për krahët janë të thjeshta. A janë këto peshat e tua? A janë këto peshat e tua? A është ky trajneri juaj? A është ky trajneri juaj? A është ky brezi i tij? A është ky brezi i tij? A janë këto ushtrimet e tyre? A janë këto ushtrimet e tyre? A është kjo pjeja jote proteine? A është kjo pjeja jote proteine? Këto pesha nuk janë të mia. Këto pesha nuk janë të mia. Ky brez nuk është i juaj. Ky brez nuk është i juaj. Ai trajner nuk është i yti. Ai trajner nuk është i yti. Këto muskuj të mëdhenj janë të ti. Këto muskuj të mëdhenj janë të ti. Ajo forcë e madhe është e saj. Ajo forcë e madhe është e saj. Unë stërvitem çdo ditë. Unë stërvitem çdo ditë. Ai ushtron nga 3 herë në javë. Ai ushtron nga 3 herë në javë. Në mëngjes unë kam më shumë energji. Në mëngjes unë kam më shumë energji. Ne shkojmë në palestër pas punës. Ne shkojmë në palestër pas punës. Para stërvitjes unë ha një frull. Para stërvitjes unë ha një frull. Pas stërvitjes unë pi ujë. Pas stërvitjes unë pi ujë. Në fillim isha shumë i dobët. Në fillim isha shumë i dobët. Tani unë mund të ngrem më shumë. Tani unë mund të ngrem më shumë. Shpesh bëj gabime me teknikën. Shpesh bëj gabime me teknikën. Kur nuk haroj të bëj ngrohje. Kur nuk haroj të bëj ngrohje. Ndonjëherë kam dhimbje muskujsh. Ndonjëherë kam dhimbje muskujsh. Gjithmonë përdor brezin për squat.
Gjithmonë përdor brezin për squat. Sa shpesh stërvitesh ti? Sa shpesh stërvitesh ti? Kur shkon në palestër? Kur shkon në palestër? Për sa kohë zgjat stërvitja jote? Për sa kohë zgjat stërvitja jote? Në çfarë kohe fillon stërvitjen? Në çfarë kohe fillon stërvitjen? Unë stërvitem për 1 orë. Unë stërvitem për 1 orë. Ai pushon për 2 minuta midis grupeve. Ai pushon për 2 minuta midis grupeve. Në javën e kaluar unë rrita peshën. Në javën e kaluar unë rrita peshën. Në të ardhmen dua të jem më i fortë. Në të ardhmen dua të jem më i fortë. Unë zgjohem herët për të shkuar në palestër. Unë zgjohem herët për të shkuar në palestër. Hëngra mëngjesin tim të pasur me proteina. Hëngra mëngjesin tim të pasur me proteina. Pija kafen time para stërvitjes. Pija kafen time para stërvitjes. Vesh rrobat e mia sportive. Vesh rrobat e mia sportive. Shkoj në palestër me makinë. Shkoj në palestër me makinë. Bëj ngrohjen për 10 minuta. Bëj ngrohjen për 10 minuta. Fillo stërvitjen me ngritje të lehta. Fillo stërvitjen me ngritje të lehta. Kryej ushtrimet e mia për gjoks. Kryej ushtrimet e mia për gjoks. Pushoj për 1 minutë midis grupeve. Pushoj për 1 minutë midis grupeve. Përfundoj stërvitjen me ushtrime për barë. Përfundoj stërvitjen me ushtrime për barë. Bëj dush pas palestre. Bëj dush pas palestre. Hap një pije proteine të re. Hap një pije proteine të re. Gatuaj darkën time me shumë mish. Gatuaj darkën time me shumë mish. Laj rrobat e mia sportive. Laj rrobat e mia sportive. Përgatit çantën time për nesër. Përgatit çantën time për nesër. Lexoj për nutricion para se të fle. Lexoj për nutricion para se të fle. Fle 8 orë çdo natë. Fle 8 orë çdo natë. Planifikoj stërvitjen time për javën. Planifikoj stërvitjen time për javën. Blerja e ushqimeve të shëndetshme është e rëndësishme. Blerja e ushqimeve të shëndetshme është e rëndësishme. Kontrolloj peshën time çdo muaj. Kontrolloj peshën time çdo muaj. Unë mund të ngrej 100 kg. Unë mund të ngrej 100 kg. A mund ti të bësh një squat të plot? A mund ti të bësh një squat të plot? Ai nuk mund të vijë sot sepse është i lënduar. Ai nuk mund të vijë sot sepse është i lënduar. Ne mundemi të stërvitemi së bashku. Ne mundemi të stërvitemi së bashku. A mund të përdor brezin tuaj? A mund të përdor brezin tuaj? Lejohet të pish ujë gjatë stërvitjes. Lejohet të pish ujë gjatë stërvitjes.
Nuk lejohet të bësh zhurmë në palestër. Nuk lejohet të bësh zhurmë në palestër. A kam të drejtë të përdor këtë makinë? A kam të drejtë të përdor këtë makinë? Di të bëj ushtrimin sakt. Di të bëj ushtrimin sakt. Ai nuk di të përdor peshat e lira. Ai nuk di të përdor peshat e lira. Jeni të aftë për të ngritur këtë peshë. Jeni të aftë për të ngritur këtë peshë. Unë jam në gjendje të përfundoj të gjitha grupet. Unë jam në gjendje të përfundoj të gjitha grupet. A jeni në gjendje të ndihmoni me teknikën? A jeni në gjendje të ndihmoni me teknikën? Ka mundësi që të rritet forca shpejt. Ka mundësi që të rritet forca shpejt. Nuk ka mundësi që të ngrem më shumë sot. Nuk ka mundësi që të ngrem më shumë sot. A lejohet të qëndrosh në stol për shumë kohë? A lejohet të qëndrosh në stol për shumë kohë? Më lejoni të ju ndihmoj me peshat. Më lejoni të ju ndihmoj me peshat. Nuk është e mundur të stërvitemi pa ujë. Nuk është e mundur të stërvitemi pa ujë. Është e mundur të ndërtosh muskuj pa shtypje. Është e mundur të ndërtosh muskuj pa shtypje. A ke aftësinë për të bërë 10 përsëritje? A ke aftësinë për të bërë 10 përsëritje? Unë preferoj të stërvitem në mëngjes. Unë preferoj të stërvitem në mëngjes. Më pëlqen të ngre pesha të lira. Më pëlqen të ngre pesha të lira. E dua stërvitjen për krah. E dua stërvitjen për krah. Ai preferon ushtrimet për gjoks. Ai preferon ushtrimet për gjoks. I pëlqen atij të bëj squat. I pëlqen atij të bëj squat. Nuk më pëlqen të bëj stërvitje kardio. Nuk më pëlqen të bëj stërvitje kardio. A të pëlqen të përdorësh makina? A të pëlqen të përdorësh makina? Dëshiroj të bëhem më i fortë. Dëshiroj të bëhem më i fortë. Kam dëshirë për të provuar pesha të reja. Kam dëshirë për të provuar pesha të reja. Më shumë se gjithçka, unë dua të ndihem i mirë. Më shumë se gjithçka, unë dua të ndihem i mirë. Nuk më pëlqen të ushtroj pa muzikë. Nuk më pëlqen të ushtroj pa muzikë. Preferenca ime është proteina nga pul. Preferenca ime është proteina nga pul. I pëlqen atyre të stërviten në grup. I pëlqen atyre të stërviten në grup. Dëshira e tij është të fitojë masë muskulore. Dëshira e tij është të fitojë masë muskulore. Më pëlqen më shumë pushimi pas stërvitjes. Më pëlqen më shumë pushimi pas stërvitjes. Nuk dua të jem i dobët. Nuk dua të jem i dobët. A të pëlqen shija e pijes proteine? A të pëlqen shija e pijes proteine? Kam një preferencë për stolin e vjetër. Kam një preferencë për stolin e vjetër. Dëshira ime më e madhe është të ngre peshën rekord. Dëshira ime më e madhe është të ngre peshën rekord.
Më pëlqejnë ushtrimet e thjeshta. Më pëlqejnë ushtrimet e thjeshta. Bëj ngrohen tënde para se të fillosh. Bëj ngrohen tënde para se të fillosh. Ngri peshën ngadalë dhe me kontroll. Ngri peshën ngadalë dhe me kontroll. Pusho për 1 minutë midis grupeve. Pusho për 1 minutë midis grupeve. Pi shumë ujë gjatë stërvitjes. Pi shumë ujë gjatë stërvitjes. Mos haro të bësh ftojen. Mos haro të bësh ftojen. Mos ngri peshë shumë të rënde. Mos ngri peshë shumë të rënde. Përdor brezin kur bën squat. Përdor brezin kur bën squat. Ushtro të gjitha grupet e muskujve. Ushtro të gjitha grupet e muskujve. Më ndihmo të vendos këtë peshë, ju lutem. Më ndihmo të vendos këtë peshë, ju lutem. Më trego teknikën e saktë, të lutem. Më trego teknikën e saktë, të lutem. Më jep atë brez, ju lutem. Më jep atë brez, ju lutem. Lëre stolin pasi të përfundosh. Lëre stolin pasi të përfundosh. Folo më ngadalë, nuk të dëgjoj. Folo më ngadalë, nuk të dëgjoj. Vë peshat në raftin e dur. Vë peshat në raftin e dur. Mos bëj zhurmë në zonën e stërvitjes. Mos bëj zhurmë në zonën e stërvitjes. Hap dritaren, është shumë nxehtë. Hap dritaren, është shumë nxehtë. Laj duart tua para se të prekish peshat. Laj duart tua para se të prekish peshat. Mos e përdor këtë makinë, është e dëmtuar. Mos e përdor këtë makinë, është e dëmtuar. Arrim në kohë për stërvitjen. Arrim në kohë për stërvitjen. Squati është më i vështirë se shtypja. Squati është më i vështirë se shtypja. Peshat e lira janë më të mira se makinat për forcë. Peshat e lira janë më të mira se makinat për forcë. Unë jam më i fortë se ti tani. Unë jam më i fortë se ti tani.